Mirëdita të gjithëve, lajmi I fundit, diçka e rëndë po ndodh me atmosferën e tokës dhe disa mendojnë që mbahet e fshehtë ose të tjerë pretendojnë që është shumë e rëndë dhe nuk duan që të krijojnë kaos. Problemi, sipas gjasave, 6.000 Airbus, është dhënë në lajme, sot e gjeni gjithandej në mbar botën, madje unë e lexova në Rai News, u kanë dhënë urdhër që të ndalojnë fluturimin e tyre. Airbusët janë këta Airbusët interkontinental që udhëtojnë ose fluturojnë deri në 10.000 metra lartësi. Dhe janë ndaluar për shkak të emetimeve diellore, sepse sipas gjasave të dhënave ato zyrtare, software I tyre krijon probleme. Por ndiqeni me vëmendje deri në fund, sepse jam I bindur që do të ndryshoni mendim. Kam lexuar shumë për këtë, dëgjova dhe disa intervista të disa studioze, një fizikante dhe italian, dhe dëgjojeni me kujdes deri në fund. Dua të nënvizoj diçka tepër të rëndësishme. Kam vënë re shpeshherë që thonë që ti s'ke grada për shkakun që të flasim për këtë argument. Nuk është gabim kjo që thonë. Do t'ju them se përse. Sepse ne jetojmë në këtë planet, jetojmë në këtë shtëpisë dhe është e drejta e kujdo që të diskutoj për çdo lloj argumenti. Nuk po japim këshilla, por ne po diskutojmë. Dhe diskutimet, përveç se informohemi, por do dim se si do sillemi nesër, sepse mund të jemi më pranë së vërtetës. Dëgjojeni me vëmendje deri në fund dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe shpërndajeni, sepse nuk ju kushton asgjë dhe për më tepër informohemi. Sa më shumë jemi, aq më shumë informohemi. Kam bërë një video, me fjalë kemi folur e them gjithmonë në numrin shumës në emisionin Enigma para disa viteve, ka qenë në vitin 2013. Vite më parë, bile ishte shkruar që në vitin 2010. Ai emision ku flisja për fundin e kohërave. Fundin e kohërave që flisja që nga bletët dhe çfarë po I shkakton ky njeriu këtij planeti. Dhe thosha, nëse dëshironi e shihni këtë, e gjeni në internet, por po thosha, ky argument është tepër serioz. Do t'ju them se si. Po thosha që në këtë emision, që kemi folur për emisionin Enigma, pastaj do kthehemi tek ai problemi që ka dalë kohët e fundit, që atë që ne po hasim sot, pra problemet që ne po hasim sot, janë ato që ne I kemi shkaktuar planetit vite më parë. Pra ne në 200.000 vite e kemi shkatëruar planetin. Çfarë po ndodh tani? Studiuesit kanë vënë re që software I disa Airbusve që fluturojnë tej kuotës 10.000 metra krijon problem nga emetimet diellore. Po pse? Çfarë është? Pra, është një problem që sipas gjasave janë vetëm emetimet diellore dhe nuk ka asgjë më tepër se emetimet diellore. Në fakt është një, sipas studiuesve, është një cesium 137. Çfarë është cesium 137 që ngroh ose nxeh këto grimcat? Sepse dielli hyn në atmosferë, pra në atmosferën e tokës, dhe nxeh këto grimcat që janë cesium 137 dhe nuk e thon këtë. Cesium 137 është përdorur në bombat atomike ose ato që kanë shpërthyer dhe ose në testet që kanë bërë ndër vite në planetin Tokë. Dhe çfarë bëjnë? Ato nuk ikin ose të shpërbëhen. Nëse keni vënë re, e kam lexuar edhe në Natyrë ose në të gjitha këto revistat prestigjioze, ku thuhet që në planetin Tokë, nëse shpërthen një bombë, në këto që kanë shpërthyer për shumë vitet e kaluara, mund të kalojnë 50 ose ndoshta 100.000 vite derisa të shpërbëhen, që është tepër e vështirë të shpërbëhen. Dhe sipas shkencëtarëve, këto përveç se nuk shpërbëhen, mbeten në atmosferë. Dhe çfarë ndodh? Është si një punë e një tenxhereje. Tenxhereja që është e mbyllur, vlon uji brenda, por gjendet gjithmonë aty. Pra avulli gjendet gjithmonë aty. Dhe emetimet diellore kur futen në atmosferë nxehin këto cesium, këto grimcat cesium 137, ka edhe 133, por I nxehin dhe shkaktojnë probleme. Në fakt u shkaktojnë probleme këtyre softwareve. Pikërisht për këtë pra, që mendojnë fizikantët që është e vërtetë, sepse janë ata avion që ngjiten sa më lart. Dhe kjo do rëndohet gjithmonë më shumë. Pra do rëndohet në atmosferë. Pra atmosfera kjo nxehje do bëhet akoma më intensive derisa të arrijë në më poshtë. Pra me kalimin e kohës, jo vetëm këta Airbus, sipas të dhënave, ndoshta do gjejnë ndonjë zgjidhje, por edhe Airbus të tjerë, më të vegjël ose dhe avion të tjerë më të vegjël, dal nga nxehja mund të krijojnë probleme në software dhe mund të rrëzohen avion. Nëse keni parë në disa filma, na tregojnë disa avion që rrëzohen nga hiçi. Pra në një moment nuk kanë nuk është problem karburanti, po është një problem I fluturimit. Të gjitha pajisjet
fiken në një moment dhe rrëzohet avioni. I keni parë në për filma, këto duket sikur nuk janë më fantazi. Dhe unë doja që ta diskutoja me ju. Ju çfarë mendimi keni? E keni dëgjuar të ky është një lajm vërtet i rënd. Sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për si quhen, për fluturimet me avion, por këtu bëhet fjalë për jetën e njerëzve. Këtu bëhet fjalë për jetën në përgjithësi, sepse nëse këto grimca do të krijojnë probleme me avionët, në të ardhmen mund të krijojnë probleme edhe në planetin Tokë. Pra, ne siç e dim, këto shpërthimet bërthamore kanë lënë gjurmë deri tani dhe kanë dëmtuar jo vetëm njerëzit, por edhe specie të tjera, por merreni me mend tani nëse kjo lloj ngrohje, nxehje nga emitime diellore, të krijojë atë efektin domino, ose të krijojë atë efektin e tenxheres që ju thash më përpara, që shpërthimi me kalimin e kohës nuk do të jetë jashtë ionosferës ose jashtë atmosferës, por do të jetë nga brenda, sepse trysnia që ka nga sipër do të mbaj çdo gjë brenda atmosferës së Tokës. Pra, këtë mendojnë shumë studiues dhe doja ta diskutoja me ju, sepse ky është vërtet një lajm i rënd. Bile tregohet që sipas disa studimeve, që doja të flisja në një moment tjetër, të Isaac Newton, që ai kaloi gjithë jetën e tij për të studiuar se kur do të përfundonte epoka e njeriut, ai sipas llogaritjeve ka bërë një llogaritje në vitin 2060. Dhe është e çuditshme se si tani po përputhet në mënyrë perfekte kjo situatë që po ndodh tani në planetin Tokë. Dhe unë doja e përsëris edhe një herë ta diskutoj me ju. Dua të nënvizoj edhe një herë. Këtu jemi për të diskutuar. Çdo lloj diskutimi, këtu jemi për të hapur dritaret, hapur dijen, sepse këto nuk mund t'i studioj, t'i diskutoj vetëm dikush që ka grada. Mund t'i diskutojmë të gjithë ne. Pra ne nuk mund t'ja fusim gjumit dhe themi, po mirë, s'ka gjë, dhe të kalojmë tani gjithë jetën tonë vetëm duke pritur se çfarë do të na thot një shkencëtar, një studiues apo një tjetër. Të mbani mend që të gjithë njerëzit kemi studiuar ato që kemi studiuar këtu. Nuk është se na i ka dhënë dikush tjetër nga një vend tjetër. Ndoshta na i kanë dhënë alienët. Në fakt, pretendohet që edhe kohët e fundit tregohet që janë shfaqur më shumë UFO edhe qenie që tregohet që po vinë nga një botë tjetër. Sepse me sa duket pas kanë vënë re këtë situatë që është një situatë drastike dhe po shikojnë se si mund të zgjidhet një problem i tillë. Shiko, unë mendoj që ecuria e njerëzimit është bërë në një fazë epokale, pra e përsëritshme. Çdo të thotë kjo, kemi arritur një zhvillim deri në maksimum, ndoshta eksaktësisht si sot, ndoshta edhe më shumë, pra me aviona, me helikoptera, me anije kozmike apo ku ta di unë, dhe pastaj jemi vetë shkatëruar dhe për të filluar prap nga e para. Sepse këto janë disa fakte, për shembull që i kanë gjetur studiuesit të përmbytjes së madhe universale, që u vetë shkatërrua, paktën kështu thuhet, ose edhe të Atlantidës. Pra, mendohet që vetë njeriu pra ka arritur një zhvillim kaq të madh dhe pastaj nga teknologjia, ashtu si thoshin edhe për Atlantidën, nga vetë teknologjia e shkatërroi. Në fakt, ç'është e vërteta, ne atë që i kemi shkaktuar këtij planeti në 200 vitet e fundit me zhvillimin që kemi bërë ne, nuk e kishte parë ky planet për vite me radhë. Dhe ndaj doja ta diskutoja me ju, sepse disa njerëz flenë në një gjumë letargjik dhe mendojnë që mos s'ka gjë, do e zgjidh Perëndia, Zoti apo ku ta di unë. Jemi në një shtëpiz tamam si ajo tenxherea që ju thash më përpara. Gjeta krahasimin perfekt. Dhe në një tenxhere varet se sa vlon dhe si vlon ajo tenxhere, sepse tenxherea nëse do vloj me shumë gaz, me shumë zjarr, ajo do shpërthej. Pra, ky është mendimi im, megjithatë unë dua ta diskutoj me ju, e hapa këtë diskutim pikërisht pra për ta diskutuar. Jo vetëm që është lajmi i fundit e gjeni gjithandej, por të gjithë avionët këta që fluturojnë tej 10.000 metra, ose deri në 10.000 metra që janë interkontinental, 6.000 avion prej tyre, ndërkohë edhe avioni i vet Papës është ndaluar që të fluturojë, derisa të gjejnë zgjidhje, sepse tregohet që ka këto probleme të emetimeve diellore, një software i këtyre avionëve Airbus. Ndërsa, nga ana tjetër, ka disa fizikan, disa studiues që thonë që jo nuk është ky problem, por problemi është i këtij Cesiumit 137 që është shpërndar nga shpërthimet
atomike në të gjithë planetin, në atmosferën e tokës, dhe po nxehen këto tashmë nga emetimet diellore. Dhe kjo mund të shkaktoj probleme të rënda me kalimin e kohës, jo vetëm në avion, por edhe në këta avionët interkontinental, por edhe avion më të vegjël, e ndoshta me kalimin e kohës edhe në njerëz. Të paktën këto janë disa deklarata të disa studiosëve autonom. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj, shpërndajeni këtë video, do t'ju lutesha nëse është e mundur dhe nëse ka ekspert mes nesh që i di këto informacione, le ta diskutojmë, sepse siç thash, gjendemi në këtë planet dhe është mirë që ky nuk kemi çfarë bëjmë nga një ran. Dakord. Okej, por të paktën të jemi të informuar, të dimë se nga do të na vi e keqja, apo jo, ju si thoni. Pres komentet tuaja. Dhe do t'ju lutesha, jo me komente, ka disa që bëjnë disa komente banale, do t'ju lutesha, jo me komente banale, sepse kush nuk dëshiron këto lloj informacionesh, ka portale sa të doni, të tjera portale dhe ka telenovela apo çfarë të doni në vende të tjera. Dhe s'keni pse humbisni kohën që të bëni diskutime banale. Sepse nëse keni vënë re, këtu flasim, edhe unë nuk ofendoj asnjë, nuk them askujt asgjë. Përqendroni në atë diskutim që bëjmë, në këtë rast në këtë diskutimin këtu. Do t'i lutesha, për të mirën tuaj, jo për ne, sepse ne vazhdojmë ecurin ton. Jemi me mira sot këtu dhe vazhdojmë, sepse padyshim ka lindur mendimi, cogito ergo sum. Dhe duke lindur mendimi, padyshim shumë prej nesh janë lidhur me këtë faqe pikërisht për këtë, sepse din që ka diçka në këto informacione që informohemi. Pres komentet tuaja, kalofshi një të diel të këndshme, ju përqafoj të gjithë dhe ju dua fort, sinqerisht, dhe shpërndajeni këto informacione. Shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë, shpresojmë që Isaac Newton mos të kishte të drejtë por ta ketë gabim. Por nuk e di. Ai shpenzoi gjithë jetën e tij për të kuptuar për të kuptuar se kur do të përfundonte epoka e njeriut. Dhe ai thoshte në vitin 2060. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.